fakt në Malësit Madhe na kena shumë festa. Kena në Vërmosh, në Lfush, në Tamare, në Koplik, në Req. Dikosisht edhe Razma që është e njohur në gjithë Shqipërinë, ku është kthyer në traditë që këtu promovojmë gjelin e sezonit, ose si se keni pakzuar në si fjalë, dita e turizmit malor. Këtë vit e bëme pak më vonë gjelin e turizmit, por megjithatë mendoj që është në kohën e dur, edhe sipas danave dhe statistikave që kam, është frekuentuar krejt kjo zonë, që të sot jena angazhuar si ta promovojmë sa më shumë si që mujtën. Normal që kemi organizuar një koncert festiv me këngëtar të njohur të Trevs edhe më përtej. Presoj ta kalojmë si bashku mirë, të anëstuar edhe deputet, kryetar bashkish, personazhe nga Tirana, nga turizmi, nga politika, majtë të gjatë, dhe të japim gjithçka që duhet Malësisë së Madhe. Kjo për mua është shumë e rëndësishme. Malësia Madhe është një gjërdan i jashtëzakonshëm, bukurish, edhe vlerash pasunore, kulturore dhe historike, jo vetëm për veriun e Shqipërisë, jo vetëm për Shqipërinë, por do ta konsideroja për tonë Ballkanin dhe realisht tonë Evropën. Tu shtu këto njerëzit e jashtëzakonshme shumë mikprisë i venit. Unë du me shfrytëzu këtë ditë si ditë festive turizmit malor për me bë një thirrje ose një apel sidomos bizneseve venase që ta mbështesin sa më shumë produktin venas, sepse si përmarrëse që vi prej sektorit turizmit dhe agroturizmit, unë besoj se për një turizëm afatgjatë dhe qëndrueshëm më të mirë të venit tonë, duhet kena edhe një bujqësi qëndrueshme edhe një fuqisim sa më shumë të komunitetit venas të njëjtën kohë.